Ky emision mundësohet nga Përshëndetje, edhe në këtë të premte me mua Albina Zenelin, ku për gjatë këtyre minutave do ju informojmë për më të reja të fushës së artit, kulturës dhe showbizit. Derisa javën e kaluar ishim në Shëngjin dhe ju paralajmërova një sezon të hatashme verore, gjë që ju falenderoj shumë për vullnetin me na shikuar edhe në këto ditë të ngrohta vere. Por freskin për ju që akoma nuk e keni marrë vendimin me shku në pushime, e gjeni këtu tek Velipoja e bukur, që kush ka thonë që Shqipëria është dhe me turista, kush ka thonë fakt që nuk gatun, ose në fakt gatun ma mirë greko, turko apo kroate, e jo dora e shqiptarit që na kanë bu krenar në shumë profesione, e këtë e kanë dëshmu edhe ata që merren me gastronomi, si që është rasti i Resort Freskia, që du me i falenderu shumë sponsorin ton më të ri. E falenderim po ashtu përveç Felicia Fashion, që për këtë javë është për kujdesur për veshjen time. I them kameramanit më ardhe dhe me shiku një grem në kushte shtëpia, që jo mundu me realizu, nuk e dhja ja kam dalë, ndoshta jo aq sa bashkëpunëtorit e mia, po që në kushtet mia ka qenë shumë i mirë. Temperaturat janë shumë të larta, unë po mundohem me ju fresku me disa materiale. Faleminderit shumë edhe personazhit që nga Tirana ka bu pak rrugë në këtë trafik, në këto ditë trafiku në fundjavë për marrë dhe me xhiru një intervistë. Bëhet fjalë për Emilien. Krejt e kemi njoftë Emilien në përputhëm, po jo Emilien që e ka hap zamrën e duke ecur në këtë pedonale të bukur ka zbulu shumë sa i përket jetës së tij dhe lidhjes aktuale apo ndarjes që në fakt kohëve të fundit i dha fund lidhjes. I ka munguar ekranit me paraqitje publike, sidomos në Kosovë. Bëhet fjalë për Emil, ai ishte pjesë e sezonës verore të Nzom. Është e vërteta pjesa që fundjava është ngarkuar, se një pjesë të fundjavës të shtunën e kam për familjen, edhe pjesa tjetër e diela e kam për veten dhe me shoqërinë. Por ishte kënaqësi shumë e madhe që erdha këtu në Velipoj të takova. Ai më tutje thot se pushimet verore akoma nuk i kanë mbaruar, e madje pohën faktin që do të gjej kohë në mes të gushtit, nga se aktualisht si trajner personal merret me shumë klienta që përkujdeset për dukjen dhe mirëqenien e tyre. Zakonisht njerëzit motivohen kur kanë më shumë sukses. Edhe mua kjo pjesa më ka bërë që suksesin palestër, se nuk është sa e kam si të gjithë tjerët. Kam një filozofi tjetër për pjesën e palestrës, edhe më pëlqen edhe pjesa kur të gjithë klientët më çojnë ato mesazhet që më thonë shiko, shumë faleminderit që ke qenë pjesë e këtij rrugtimi që më ka ndryshuar dhe jeta, sepse nuk është vetëm pjesa që ato ndihen keq nga pesha, por është edhe çështje mendore. Ato kur ndryshojnë trupin, ndryshojnë edhe mentalitetin, bëhen më shumë produktiv. Emil ka qenë pjesë në përputhjen, ani pse dashuri nuk arriti ta gjej, ka qenë një ndër konkurrentët më të spikatur për shkak të karakterit të fortë dhe debateve që krijonte në studio.
që nga mbarimi i programit atë nuk I kemi parë shumë aktiv në media, e kjo në qenë ka arsyeja kryesore. E vërteta është që unë edhe përpara se të isha pjesë e medjave, kam qenë njëri shumë privat. Më pëlqen kjo privatësia. Madje ndonjëherë them, edhe kur të kemi një lidhje me një njeri, nuk e di se si do e përballoj këtë pjesë. Ndonjëherë them që mbase do t'i le fare, edhe të kem atë jetën time private, sepse ndonjëherë mund të krijohen problematika edhe nga kjo pjesa mediatike. Prisni pak, tani na folëm për 2 temat që po I bëjmë në një të plot. A ka hasur ai në probleme lidhjet e dashurisë, pikërisht për shkak të ekspozimit të tepërt dhe vëmendjes që e pati asë kohë. Njëherë për lajm bën shumë tituj që edhe mbase nuk duhen, por shumicën e rasteve nuk është se kam pa ndonjë gjë shumë problematike. Mund të kenë qenë ca gjëra të vogla, po deri aty. Unë kam qenë gjithmonë ky Emilia si s'kam qenë përpara se futesha në emisione në botën televizive dhe po një lloj jam. Nuk është se më pëlqen që të jem ndryshe në jetë private, në jetë edhe publike. Kam fakt që jam ndarë dhe një nga arsyet që ishte pjesa e ndarë, ishte kjo pjesa e televizionit. Sepse ndonjëherë njerëzit që të shikojnë nga televizioni pëlqejnë për atë që ti je atje, dhe pastaj kur lidhen me ty nuk duan që ti t'jesh në pjesa e asaj. Mjaftueshëm folëm, tani është koha që mysafiri jonë të sfidohet me blic pyetjet e në zonë. Përse jam njëri që e lash nëse thjesht u la me njëri tjetrin, e kuptuam, jam njëri që komunikoj shumë, kur shikoj që nuk ka përbashkëta me njëri, mendoj që e duhet të ndalë të gjitha. Pa diskutim që pjesa e dukjes është, sepse unë kam pjesë të jetës apo. Dua se s'bën një njeri që ta ketë pasion siç e kam unë palestër. Jo edhe për dukje, besoj që një njeri që është good looking, që duket mirë, duhet të ketë një vajzë që është good looking. Duhet të përshtatet të dy. Pastaj në palestër e rregulloj vetë, përse ka një problem. Ka një pjesë që struken shumë në vete. Madje edhe nuk duan të vinë palestër sepse mendojnë që sikur të gjithë I kanë sytë ata. Kështu që me kënaqësi e mora si rast, edhe jam ndërkohë po e ndryshoj akoma. Por ka vetëm një muaj dhe ka rënë 11 kg, kështu që edhe ai është motivuar, po edhe mua më pëlqen ai ndryshimi aty. Unë jam gjatë gjithë kohës me ata kur bëj palestër aty. Nuk është se I le dhe I them që duhet bëni këtë, po duhet të jem aty sepse vetëm në këtë mënyrë I motivoj. Unë e di shumë mirë se çfarë përjeton një njeri që mund të ketë këtë problematik, edhe duhet të jem aty që ta motivoj në pjesët që ai pëlqen. Çdo njeri ka disa pëlqime të ndryshme, ka një pasion të vetin dhe unë e motivoj që se si të shkojë ai te ai pasion. Ka disa personazh publik që e kanë bërë, por zakonisht tani është fut në trend shumë edhe mbushet me diellën te pjesët ku femrat kanë qef, që janë vite dhe femrat të gjitha nuk është se ndryshojnë nga njëra tjetra, të gjitha kanë qef atë barkun e tonifikuar, edhe vitet pak të fryra. Kështu që të gjitha aty synojnë. Sili se shteti ka trup shumë mirë, është fit, thjesht disa forma pak më shumë, pak më pak. Ato janë ca kile që mund t'i heqësh brenda një muaji ose mund t'i shtosh brenda një muaji. Por ka disa personazhe tani që po I mendoj, publik që e kanë pas atë boomin që sa I shikon, është ai ndryshim, siç është Xhensila. Xhensila muajt e fundit, unë jam instruktore, di shumë mirë që ai rezultat nuk ka rrihet vetëm me palestër. Kështu që normalisht që ka bërë ndonjë ndryshim. Mesazhin e fundit ja po marr një mesazh fundit në Instagram. Hajde. Dikush ka bërë një reply story edhe thotë që po ikën për dërmim, ndërkohë që kisha bërë një story që do vjen tepër Kalifornia.
preferoj të gjithë një verë të mbarë, ushqime të bukura, edhe pa diskutim mundoheni që të konsumoni një ushqim shumë të shëndetshëm dhe të frekuentoni palestra.